një normë. Cili mesazh po çon jo vetëm te qytetarët, te kushdo ky leadership politik që ka Kosova, apo i bie tamam ky kostum kushtetues Kosovës? Jo, ky kostum kushtetuta nuk e ka thonë këtë gjë. Kjo është dam që e ka bërë Enver Hasani. Enver Hasani ka kriju këtë situatë vitin 2011. Ka kriju këtë situatë vitin 2011. Kushtetuta është shumë e qartë. Raundi i parë, për tentimi i parë, tentimi i dytë, në tentimin e tretë zhbllokohet situata. Ajo është mekanizëm zhbllokues. Çka ka bërë Enver Hasani në vitin 2011 për fiksimet e veta, sepse ka dashur mi bë karshi. Po unë jam shumë i drejtë për këtë pikë, unë kam punuar me HUI-P 98-s deri në 2025, në kam qenë pjesë të gjitha proceseve. Dhe vendimarrësit politik në Kosovë e njohin mirë këtë anë tjetër time, cilën unë e kam marrë larg publikut. Enver Hasani për dy gjëra. E para për mi bë karshillok e Hashim Thaqit, aty deri nuk jeti jam unë. Edhe njerëzit që kanë qenë afër Hashim Thaqit këtë punë e dinë shumë mirë. Edhe e dyta për fiksimin e tij që mas me leju Bexhet Pacollin gjëra, sepse ka pas një ide që të bëhet vet ai një farë ka pas një farë fiksimi në atë menën e vet, e ka kthy mekanizmin bllokues. Domethënë atë gjë që kushtetuta, hartues të kushtetutës kanë dashur me evitu, Arsim Bajrami e tjerë, Arsim Bajrami ka thonë ne kemi bë kushtetutën për njerëz racional. Edhe tash vjen një njeri që me psikopati të veta, ato janë absolutisht psikopati të veta janë ato. Ato janë psikopati të tina, domethënë probleme, domethënë fiksime të tij me të cilët ai ka dashur dy sene mi bë karshillak Hashim Thaqit, edhe e dyta, domethënë me tregu që këtë vend jam unë, domethënë edhe tjera. Kështu edhe e krijon këtë mekanizëm bllokues pej 80 deputetëve që duhet me nejnë sallë me çdo kusht. Ajo është e para, dhe e dyta është vendimi i vitit 2014, domethënë kur faktikisht e rënon parimin e demokracisë mbrëmshme në Kosova ka sistem tipik parlamentar të qeverisë. Ka sistem tipik parlamentar të qeverisës ku njerëzit votojnë për vendin e Kosovës. Po votojnë për vendin e Kosovës dhe kushtetuta gjithmonë në çdo vend të botës ekziston. Si të bëhet presidenti kushtetuta e Kosovës një vetëm në ato që e kanë shkruar hartuesit, i një vetëm dy modele të bllokimit kushtetues. Ajo është nevoja për 2/3 të dyfishta për ndryshimin e kushtetutës, edhe nevoja për 2/3 e dyfishta për ligjet me interes të veçantë, që janë ato 8 ligje. Vetëm këto dy mekanizma bllokuesin një kushtetuta jonë. Kjo, me 80 deputet, o shpikje Enver Hasani. Kto e ka shpikje Enver Hasani, edhe e ka shpik njerëzit që kanë qenë afër Hashim Thaqit, letë dalin edhe letë thonë çka ka thonë Hashim Thaqi për atë punë. E ka bë mi bë karshillok Hashim Thaqit dhe pikë është ajo punë. E ka bë mi bë karshillok Hashim Thaqit, e ka bë edhe dyta, ka pas një farë ide të çuditshme se disi sekretar gjykate mundet të bë president i vendit. Kjo është e vërtetë. Në telefon misht e thirrën edhe si baba. Vuan nga. Po thirrin, domethënë kanë thirrë si baba, domethënë nuk e kuptoj pse kanë thirrë si baba, domethënë një njeri i cili ka i dishëm, domethënë ai është i dishëm, po është djallëzor. Është i dishëm dhe është djallëzor në interpretimet e veta. Është djallëzor, i ka bë sepse ati i ka ra më smiri ashtu ai mohabet. Domethënë sa më shumë, domethënë me kompliku, me blloku, me bë, domethënë me hec, ai është një njeri i lexueshëm, krejt në rregull ajo punë, po është një njeri që i ka bë dame. Shirret Kosova po ja shen Enver Hasani thuan. I ka bë dame këtij vendi, domethënë ai e ka pas edhe problemin me Arsim Bajramin. Pse Arsim Bajrami me grupe ka hartu kushtetutën, nuk ka dashur mi treguar Arsim Bajramin që këtu jam unë. Këto janë psikopati tipike të njerëzve, domethënë që i pinja 2-3 gota, dalin dhe tash do mi kallzu dikujt diçka. Edhe këtë vend kur kush nuk ka guxim me dalë me thonë sepse ka fol baba. Baba i kuj more. Çajna ato muhabete. Çaj janë ato muhabete. Edhe tash komplet një shoqëni duhet me nejt peng, duhet me nejt peng i dy normave që i ka kriju ai njeri. Tash për problemi s'është tash Enver Hasani. Jo, problemi. Kush ndal liderët të gjejnë formulë racionale? Kush ndal aktualisht? Ata nuk janë. Kush ndal liderët të tashëm të formulojnë një opsion racional për kushtetuta. Kur është shkruar, është si çdo kund tjetër në botë,
niset me supozimin që liderët e partive politike mujnë mas më marrë vesh. Nuk janë ata më burë. Antagonizmi edhe pjesë demokracisë, e kuptoj. Antagonizmi edhe tash, ti duhet me normë normë kushtetuese, ti e krijon një mekanizëm me cilin ti e te kalon këtë antagonizëm. Përndryshe, ti po i le politikanët, ata rezonojnë ngushtë. Edhe ngelin aty 6 muaj ditë, sigurisht që kena me ngel. Tash, nëse nuk i jep gjykata kushtetuese drejtim. Për këtë arsye janë mekanizmat zhbllokues. Pra po e them, vetëm një mekanizëm bllokues ka parapo kushtetuta me cilën ne nuk mujna me imponu vullnetin ton mbi serbët e Kosovës në gjona që i prekin interesin e tyre. Ti mundesh me i pas krejt votat e mundshme, sun kryen punë pa u pajtuar dhe ata. Nuk një mekanizëm bllokues tjetër. Enver Hasani e ka fut mekanizmin bllokues në vitin 2011 presidentit, edhe në vit të rëndësishëm të demokracisë, që është kompromisi, konsenzusi. Po jo, nuk kompromisi dhe konsenzusi janë norma filozofike. Që gjejnë kompromis dhe konsenzus. Janë norma filozofike. Këto janë norma filozofike. Të rëndësishme për demokracinë. Po janë norma filozofike më burr, le këto muhabetës, mos ja fut kot. Janë norma filozofike, këta janë njerëz. Edhe njerëzit domethënë janë norma, nuk janë filozof aty. Nuk është ajo senati i Athinës së vjetër aty dhe me majt debate. Për atë arsye, kur e ka bërë Arsim Bajrami me shokët, kolegët e tij dhe këshilltarët ndërkombëtar kushtetutën e Kosovës, e kanë parapo mekanizmin zhbllokues. Mekanizmi zhbllokues është në tentimin e tretë me 61. Që ai mekanizëm zhbllokues është provu, u zgjedh Bexhet Pasolli president atëherë, edhe del Enver Hasani, ma të del këtu jam unë dhe s'është askush tjetër, edhe e bën atë që një manifestim të vullnetit legjitim të kuvendit Kosovës, ai anulon dhe e krijon mekanizmin bllokues prej 80 personave pa tjetër sallë. Si detyron ata njerëz me një sallë? Si detyron? Nuk mundesh mi detyru. Janë deputet ata. Jo, po s'mundesh mi detyru. Atëherë pe fut mekanizmin bllokues. Edhe protesta atyre është mjaft politika, po. Për qëndruar në sallë, për të refuzuar, për bojkotu, Edhe tash edhe tash në këtë rast jemi tu i korr pasojat e atij. Rrënjët e problemit janë atje thu. Rrënjët e problemit janë atje. Flas në aspektin juridik kushtetues. Tash sjellja e politikanëve, tash nuk mundet me dalë, më thënë, po unë i dua që këta sillen si të rritur. Më fal, pse so sjellet ti si i rritur? Po, një Prishtinë e dinat muhabet, kupton. Edhe tash nuk mundesh ti me prit pe politikanëve të sillen si të rritur. Sepse dikush mund të fitu zgjedhjet, të sjell si i mitur. Një kosto duhet ta kenë ata, po. Sot jetojmë në një kohë kur ti mund të jesh tiktoker, domethënë një folerancë thot populli, edhe i fiton zgjedhjet, me parë domethënë ide mund të jesh anarkist, edhe i fiton zgjedhjet, mund ta bëj unë partinë e anarkistëve të Kosovës, edhe ti fitoj zgjedhjet, edhe thjesht domethënë çka të më lën, më bëj çka du. Edhe është legjitime ajo. Po jo, është legjitime. I shfrytëzoi vakumet ligjore, bëj domosdoshmë për këtë arsye, kur shkruhet kushtetuta, mendohet se mund të vini dikush i tillë që mund me bëj këto eksperimente, edhe ti duhet të pas një mekanizëm me te i kaluar situatë. Enver Hasani ja ka marrë Kosovës 2011 këtë mekanizëm. Ja ka marrë Kosovës këtë mekanizëm. Domthonë e ka kriju çdo 5 vjet, e ka kriju një gjë që çdo 5 vjet Kosova mu traumatizu. Çdo 5 vjet. Në klin traume. Po, çdo 5 vjet mu traumatizu. Veç me të mos konstohet kuvendi, deputetët mos e konstojnë kuvend, mos votojnë për një kryetar. Nëse ti është shëtot çdo tash ti. Nëse absurdi i parë është që të bllokohet të shkojmë në zgjedhje, sepse s'po mujna me zgjedh presidentin, tash kena kaluar në fazën e absurdit të dytë, kur kuvendi nuk konstituohet. Sikur këta që nuk mundesh me i detyru ti me marrë pjesë në seancë për presidentin, nuk mundesh me detyru ti as partinë e parë me dhënë emrin për kryetarin e kuvendit. S'jam gati. Ç'a kemi bë? Si jam gati. Po ti duhet, po si jam gati. S'kam vendosur. S'di bre. Deshta me bari Ridvanin unë sot, po s'po di be a ban Ridvanit. Çy ide nesër ndoshta bëj Hajdarin. A kupton? Edhe është situatë absurdi tjetër. Tolia ka agravu deri këto përmasa. Jo, tash, kjo është parimi shkak pasojë. Është shkak pasojë. Po të merrem me historia të zgjidhur problemin tani. Jo, tash e vetmja situatë është kur gjykata kushtetuese, e cila e ka nisë këtë problem, duhet me e përmbyll.
Unë menoj që ata duhet ta bëjnë sipas detyrës zyrtare, nuk duhet mi prit deputetët me çu, se ata kanë nxjerrë aktgjykimin vitin e kaluar, thjesht dalin me një aktgjykim sqarues tjetër, plotësim të aktgjykimit të vitit të kaluar, edhe ku thonë, kuvendi duhet konstituohet. E kemi thonë 2025, në 30 ditë për ditës së verifikimit të rezultateve. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë, logjikisht, flas si jurist, dhe këto janë gjona që juristët e gjitha partive politike i kanë diskutuar, këto e kam edhe informacion sakt, janë vetëm dy mundësi. Mundësia e parë është që ta çoj vendin me automatizëm në zgjedhje, që në këtë rast është e mundur, por mendoj që nuk do ishte rruga e drejtë. Mundësia e dytë është që kuvendi thotë, këta 120 deputet, për arsyet e tyre, sepse nuk ka nevojë gjykata më fut në analizën e motiveve politike, kanë dështu me konstitu kuvendin mrena 30 dite. Rrjedhimisht këtyre ju merret mandati, plotësohet kuvendi me të tjerët ata që janë në pritje, këta kanë tentimin e dytë për mrena 30 dite me konstitu kuvendin për ditës kur i certifikohet rezultat. Aventurat pa fund me... Jo, nuk është aventurat pa fund. Edhe nëse edhe këta të tjerë dështojnë, shkojnë me të tjerë, deri në momentin kur harxhohet lista, edhe shkohet në zgjedhje. Çka ndodh tash në këtë rast, nëse bëhet kjo e dyta? Deputetët cilët në herën tjetër, deputetët që janë zgjedhur, që kanë hargju shumë për më, që zgjedhjet janë hargjim, energji, Shqipëria e ka me rasti këtë leksion. Po, e ka rasti këtë leksion, menohen mirë para se me e bo këtë punë. Ato të digjen mandatet, po? Menohen mirë se mund të digjen mandatet, edhe unë menoj që arsyeja pse këta nuk shkojnë në gjykatë kushtetuese o pikërisht kjo. Frika që mund ju djeg mandatet. Mund ju djeg mandatet, edhe tash ti për shembull gjithë këtyre deputetëve. Gjithë këtyre mandatet, se nuk mund shmindati ato. Po, natyrisht. Edhe të gjithëve ju digjen mandatet, edhe fillon resetohet afati, diçka gjykata duhet me bë. Diçka duhet më plotësu ky vakum kushtetues duhet më plotësu. Nuk ka kuvend të konstituar rrjedhimisht. Edhe sikur se gjykata, unë menoj që duhet mi dhonë drejtim edhe çështjes zgjedhjes presidentit. Është e vërtetë që gjykata kushtetuese nuk mundet mi detyru deputetët me marrë pjesë në sallë, nuk mundet mi detyru, se ekziston ajo gjë. Por njëjtë në kohë gjykata kushtetuese mundet edhe me plotësu këtë farë normën që s'po i bie tamam habitatit të Kosovës, po? Edhe mundet me thonë që kandidati për president duhet të jetë, domethënë, jo një njeri që e ka dhënë dorëheqje mbi partisë politike, edhe po bona president, po një njeri i cili faktikisht mbi përcaktuar disa kritere që është vërtet mbi parti jo politik, që nuk kupton një njeri që Kosova ka mjaft, mundet me thonë, gra e burra. Për shembull, mund me thotë një njeri i cili kur nuk ka qenë antar nuk ka qenë aktiv në politik, kur, domethënë. Edhe po të jetë. Cili është problemi, edhe po të jetë. Mund të caktoj disa kritere. Integriteti është më rëndësishëm. Po, mund të caktoj disa kritere aty, edhe sepse masivisht kemi hi me plotësu kushtetuesen, hajde me plotësoj mirë. Prandaj po them nuk po i bie tamam. Diçka duhet me bë, edhe që po i bie tamam. Po kjo ndodh në momentin kur politikanët cilët bëhen deputet, edhe kanë mandatin për me qeverisë me vendin, me ushtru funksionin legjislativ dhe ekzekutiv, këtë rast funksionin nuk e bëjnë, atëherë e bën gjykata. Kur nuk qeverisin politikanët, qeverisin gjykatësit. Kjo është absurdi ku ne... Nuk kemi kuvend të konstituar pa një shpjegim të gjykatës kushtetuese. Unë mendoj që tash vetvendosje nuk do të jap. Jo, për shembull, një zyrtar i vetvendosjes. Cilat janë hilet në prapasken këtu? Një zyrtar i vetvendosjes dje kum qesh shumë, edhe ishte briljante. Kur tha, është një interpretim që ne i kemi 30 ditë nga dita kur e nisim. Është një interpretim. Që domethënë mas 30 ditë mund me dalë me thonë, po nuk është be ky interpretimi, se është një interpretim tjetër që mund edhe derisa del gjykata, kjo punë kështu del në vitrinë na me ngelën. Ta ngacmojnë
intelektin gjitha këto? Jo, këto të manë, vakumet... Njësh me rast të i ofendum nga ky Jo, nuk njëm, se unë... gravitimi i kësaj mendësie? Vakumet ligjore... E po i një edhe kështu? Vakumet ligjore këtë funksion ka. Po i një edhe, jam një edhe anë tjetër. Hilet, intrigat, orvatjet për... Në faktin që pala tjetër, kër e sheti palën tjetër, e cila s'ka guxim me vepru, me shku në gjykatë kushtetuese, çfarë thotë? Po i mund tjetë, po nashtë, po s'pe di, valla, ta shohim, po x ka dënë në Melbulena Haxhiut mandati me 4 tetor, si është se tyre. Jo, bre, është një interpretim që jo, mujna me shtyte një tetor. Tash absurdi merr malin këtu, shkon, sepse dikush